Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Surja El Ma'arij. Ajetet nga 42 deri te ajeti 44. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Andaj lëri ata të zbaviten me gjëra të kota dhe të luajnë derisa të përballen me ditën e tyre që u është premtuar, ditën në të cilën do të dalin nga varrezat duke vrapuar, sikur të ishin duke nxituar drejt një altari. Me shikim të friksuar e të kapluar nga poshtërimi, ajo është dita që u është premtuar atyre. Komentimi. Pothuajse po vrapojnë drejt idhujve të tyre. Në këto ajete që janë dhe ajetet e fundit të surës El Ma'arij, për t'i tërhequr vëmendjen dhe për t'i kërcënuar idhujtarët kryeneç dhe tallës, ajeti thot: andaj lëri ata të zbaviten me gjëra të kota dhe të luajnë derisa të përballen me ditën e tyre që u është premtuar. Nuk është e nevojshme për ndonjë argumentim tjetër, ata nuk janë të zotët e mendjes, nuk logjikojnë dhe as janë të gatshëm të zgjohen nga ignoranca e tyre, lëri ata të zhyten në gënjeshtrat dhe mashtrimet e tyre, të zbaviten me gjëra të kota dhe të luajnë si fëmijë derisa të përballen me ditën e Kiametit, ku çdo gjë ta shohin me sytë e tyre. Ky ajet me këtë shprehje dhe pas një ndryshim është trajtuar edhe në surën Ez-Zuhruf në ajetin 83. Më pas ajeti diskuton rreth ditës së premtuar dhe paraqet shenjat e kësaj dite të frikshme, ditën në të cilën do të dalin nga varrezat duke vrapuar sikur të ishin duke nxituar drejt një altari. Sa shprehje e çuditshme. Gjendjen e tyre në Kiamet dhe momentin që drejtohen gjykatës së drejtë Allahut, duke nxituar e ngjason me vërsulin e tyre në një ditë feste apo hidhërimi, apo me nxitimin për tek idhujt e tyre. Por ku është kjo për të cilën flasim ne e ku është ajo që supozojnë ata? Vërtet që është një krahasim i mrekullueshëm lidhur me besimet e tyre të kota që i kishin në këtë botë. Fjala El Ejdathu është shumë si fjalës Xhedethun dhe është përdorur me kuptimin e varrit. Fjala Siraun është shumë si fjalës Seriun dhe është përdorur me kuptimin e një diçkaje apo të një personi që ecën me nxitim. Fjala Nusubun është shumë si fjalës Nasibun, sipas disa komentuesve është shumë si fjalës Nesbun dhe është në kuptimin e një gjëje që ngjitet në një vend sepse ata adhuronin idhuj që i kishin ngjitur në vende të ndryshme në formën e një shkëmbi dhe në emër të tyre prisnin kurban, gjakun e kurbanit ja hidhnin sipër. Dallimi midis këtyre fjalëve është Sanam ishte një idhull që kishte një formë dhe pamje të veçantë, kurse Nusub ishin shkëmbinj që nuk kishin ndonjë formë caktuar dhe i adhuronin ata për ndonjë arsye, ashtu siç e lexojmë edhe në ajetin 3 të surës El Maide. Gjithashtu është e ndaluar për ju edhe ngrënia e mishit të kafshëve që janë therrur për nder të idhujve apo për të kërkuar fatin në fall. Fjala Yufidhun rrjedh nga fjala Ifadhetun dhe është në kuptimin e lëvizjes së shpejtë dhe me nxitim ngjashëm me ujin e shpejtë të burimit. Disa të tjerë kanë thënë se fjala Nusub në ajetin në fjalë nënkupton flamujt, ushtrit ose karvanët që i varin në një pikë dhe secili shkon me nxitim drejt tyre për të arritur tek ata. Komentimi i parë është më i përshtatshëm. Më pas ajeti përmend shenjat e tjera me shikim të friksuar e të kapluar nga poshtërimi. Në fund të ajetit thuhet, ajo është dita që u është premtuar atyre. Po, kjo është dita e premtuar të cilën e merrin si objekt talljeje dhe përqeshjeje, madje ndonjëherë për të thoshin nëse supozojmë se ekziston një ditë e tillë, gjendja jon atë ditë do të jetë më e mirë se e besimtarëve. Por në atë ditë për shkak të frikës së madhe dhe turpit ata nuk kanë as kurajo që të ngrenë kokën lart dhe të shohin, pasi shikimi i tyre është i friksuar e i kapluar nga poshtërimi. Padyshim që atë ditë bëhen pishman, por çfarë dobi e ka? O Zoti im, të lutem, më mëshiron me mëshirën tënde në atë ditë të vështirë. O Zoti im, të lutem, më mbro sepse kurthet e djallit janë të vështira dhe dhënia pas epshit është e zakonshme dhe dëshirat e afërta dhe të largëta janë mashtrim. Na mundëson neve që të jemi në rrugën e drejtë. O Zoti im, të lutem, na bëj neve prej atyre besimtarëve të cilët kanë qenë besnik ndaj premtimit kashiteje dhe të janë nënshtruar dhe të janë bindur plotësisht ty.